Mirë se erdhët të dashur akrepër në Letre të Fejnë, lezimin do ju bëj unë, Diana. Pyetja ime ishte e ardhmja, absolutisht e ardhmja, si mund të arrim aty, këshillat që mund të marrim nga letrat, apo si do ecin gjërat përpara. E ardhmja juaj të dashur akrepër hapet me kalorësin e zemrës. Kjo tregon një lëvizje emocionale. Dikush afrohet, një ndjenjë do zgjohet, ose ti vetë vepron, do veprosh nga zëmra. Ka dëshirë, apo keni dëshirë për lidhje, për shprehje ndjenjash, por kjo letë tregon edhe idealizim, pak më shumë se që duhet. Kujdes mos e shikon vetëm atë që dëshiron, por atë që është realisht. Duhet ta shikoni, të dashur akrepër. Megjithëse pasaj vjen kalorësi i këmbanave, këtu ritmi rritet, vendimet të shpejta, veprime impulsive, me pak të shtin të veprosh papritur, pa kujtuar. Mesazhi i kësaj letre është shumë i qartë. Entuziazmi është i mirë, por pa drejtim bëhet i rrezikshëm. Pra duhet të dini rrugën. Vendimet të shpejta, por nëse dini ku jeni duke ecur apo ku jeni duke shkuar, nëse ka një plan të mirëfillt. Pastaj shfaqet të dashuruarit, që nuk ka të bëjë në fakt letra asgjë me fjalën, me emrin që ja kanë dhënë letrës. Kjo është pika kyçe, një zgjedhje pra, zgjedhje mes dy gjërave. Në dashuri ose në partneritet. Jo thjesht ndjenjë, por vendim. E ardhmja e krepit varet nga ajo që zgjedh këtu. Me kë do ecësh dhe pse. Pra këtu ishte ajo të veprosh absolutisht, por jo paditur. Dhe këtu lind ajo zgjedhja e juaj. Çfarë të bëj? Cilën rrugë të zgjedh? Të majtë, metaforikisht, apo të djatën. Pastaj, nga kjo zgjedhje kalojmë, apo vjen deri tek mbreti i lajthive. Kjo letër është ajo e bukur që do thotë tregon për zgjedhjen e juaj të saktë, të duhurën, të dashur akrepër. Kjo letër sjell stabilitet dhe pjekuri. Nëse zgjedhja bëhet me mendje të ftohtë, akrepi do fiton siguri, kontroll dhe tokë kogja të fortë në këmbët e juaj, do të thotë vërtet stabilitet. Këtu ndalon drama dhe fillon qëndrueshmëria. Pra, zgjedhjen e duhur, çfarëdo që duhet veproni nga zëmra, duhet ta keni kujdes. Zgjedhjen e juaj. Ta dini pse këtë person apo pse këtë rrugë. Pastaj vjen 7 të këmbanave. Kjo tregon shpërqendrim paksa, dhe shumë mundësi njëkohësisht. E ardhmja të paralajmëron, apo kjo letër, nëse shpërndahesh, do humbasësh fokusin. Jo çdo gjë që shkëlqen është për ty. Absolutisht. Jo çdo gjë në këto këmbana është tani që të duhet. Është një, dhe duhet të jetë zgjedhja e duhur. Dhe leximi mbyllet i juaj me 8 të këmbanave. Këtu kërkohet punë, turim dhe përkushtim, absolutisht me një fokus të madh. Ajo që zgjedh duhet të ndërtuar hap pas hapi. Ku të bëni zgjedhjen do të ndërtohet absolutisht, të kurohet nuk ka rrugë të shkurtër tek te suksesi. Vetëm kështu dhe në këtë mënyrë e ardhmja juaj do stabilizohet, të dashur akrepër. Pra, ndjenjë, leximi juaj me ndjenjë, veprim të shpejtë, zgjedhje të rëndësishme, stabilitet, shpërqendrim, donjëherë dhe shpërqendrohemi absolutisht, dhe puna dhe fokusi juaj. Këshilla që mund t'ju jap të dashur akrepi është mos idealizo verbërisht. Shkoj realitetin.
jo ato që duam. Se shpeshherë duam një person, do të marrë për dashuri. Duam një person që kemi krijuar në kokën tonë, jo personin vërtet. Shpeshherë them, po ai çfarë s'të bën apo ajo? Dhe ti prapë do, nga që duam personin që kemi krijuar në kokë, jo personin e vërtet. Pra të shikojmë gjërat, mos idealizo verbërisht. Ngadalso para se të vendosësh. Zgjidh një rrugë, jo disa. Jo të gjitha janë për momentin që të duan. Mbaje fokusin, ndërto atës që zgjedh dhe mos u tërhiq deri në fund. Fuqia jote të dashur krejpër rritet kur zgjedh me mendje dhe jo me zemër. Dhe këtë ju e dini.